Pezullohen punimet edhe në zonë e ish fabrikës së Çimentos në Vlorë. Nga vëzhgimi realizuar gjatë kësaj të diele në kantirin e këtij investimi nuk ishte asnjë mjet të rënd që të mundësoj vijimin e këtij investimi. Por deri më tani është punuar vetëm në rrjetin e kanalizimeve apo në thellimin e kanalit përgjatë rrugës, ndërsa në infrastrukturën e vetë këtij projekti nuk po punohet, sikundër po ndiqni edhe nga pamjet në ekran. Çdo gjë kishte rënë në qetësi këtë të diel, ndërsa asnjë gjurmë punëtorësh dhe mjetësh nuk gjendej në terren. Ky investim është parashikuar të realizohet në disa lote, dhe se ky është vetëm loti i parë që duhet të përfundonte brenda 6 muajve. Por punimet e nisura qysh në fillim të këtij viti nuk kanë avancuar fare. Mësohet se shkaki i pezullimit të punimeve është edhe aeroporti, ashtu si kundër në disa investime të tjera që po zhvillohen në qytet. Punonjësit dhe mjetet e rënda të kësaj firme janë angazhuar në përfundimin e aeroportit të Vlorës, në një kohë që bashkia i ka ofruar të gjitha kushtet financiare sipas kontratës firmës që të realizojë këtë investim. Kjo e fundit nuk po tregohet as pak korrekte. Megjithatë, ky projekt, i cili po pritet nga banorët e zonës, është kthyer së fundi edhe në shqetësim për ta, nisur edhe nga ritmet tepër të ulta, por edhe nga territori lënë mes Plurit dhe Baltës, që qytetarët do të vazhdojnë t'i ndjejnë ende si shqetësime, ashtu si kundër u ka ndodhur në gjithë këto 30 vite.